12 pacient të lënduar nga zjarri në Koçan sot do të lëshohen për kurim shtëpiak, ndërsa 27 të tjerë do të mbeten për kurim të mëtutjeshëm në klinika. Njëri prej 30 pacientëve në Beograd do të kthehet në vend për kurim të mëtejshëm. Ministri i Shëndetësisë tha se 5 pacient që ndodhen jashtë vendit ende janë në gjendje kritike, madje u është përkeqësuar gjendja shëndetësore. Disa pacientë janë në gjendje të vështirë, vazhdojnë të jenë në gjendje të vështirë që janë në shërim jashtë shtetit. Dikundi edhe komplikohet situata, po të shpresojmë se do të jepet maksimumi që të shpëtohet jeta e tyre. Gjithashtu kemi paralajmërime prej disa shteteve të Europës perëndimore që janë të gatshëm të pranojnë disa pacientë që do të kenë nevojë për rehabilitim pak më të gjatë. Kështu që me siguri shërimi i tyre do zgjasë me muaj, disave me javë, po disave me muaj, kështu që në ditët në vijim do t'ju informojmë edhe ato pacientë të cilët janë më të vështirë, të cilët do të kthehen me siguri në shtet mbas disa javësh, ku planifikojmë që t'i rehabilitojmë, përveç që do të shërohen dhe rehabilitohen në Maqedoni. Drejtori i klinikës së toksikologjisë Andon Gjibishev tha se të gjithë pacientët që dje i kanë lëshuar për kurim shtëpiak do të kontrollohen edhe për disa muaj nga ana e mjekëve. Të gjithë pacientët që janë jashtë shtetit kanë ndjegje të shkallës së 2 dhe të 3, ndërsa ata që kanë ndjegje të shkallës së parë kanë ndjegje në rrugët e frymëmarrjes. I pyetur nëse do të hapet përsëri qendra për ndjegje, Taravari tha se kanë biseduar me kryeministrin Mickoski për këtë çështje dhe kanë disa opsione, por edhe nëse hapet qendra, Taravari tha se rreth 4 pacient do të mund të trajtoheshin në këtë qendër. Ndërkaq 19 vjeçari nga Vinica, Jovan Kostadinov, i cili në zjarrin që kaploi diskotekën në Koçan, shpëtoi 21 persona. Sot në mëngjes është pritur nga shokët dhe shoqet e gjimnazit të Vinicës me duartrokitje dhe me pankarta mirënjohjeje për sakrificën dhe guximin e tij. Ai ishte i shtruar në klinikën e toksikologjisë për shkak të thithjes së tepërt të monoksidit të karbonit dhe është trajtuar për një javë në klinik, ndërsa është lëshuar nga spitali në gjendje të përgjithshme të përmirësuar shëndetësore.